Operacioni policor Koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike vijoi në Mallakastër, ku u gjendën dhe u azgjesuan në një parcel në fshatin Cërill 1881 fidan narkotik kanabis sativa. Policia kapi në flagrancë në parcel duke u gjitur fidanët narkotik 2 autorët e dyshuar. U procedua penalisht kryeplaku fshatit dhe një shtetas tjetër i dyshuar i përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Shërbimet e policisë Mallakastër, si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe i hetimeve të kryera me metoda proaktive, në vijim të operacionit policor të koduar Koordinata, goditën një rast të tentativës për kultivim të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në fshatin Cërill, shërbimet e komisariatit të policisë Mallakastër gjetën një parcel me 1881 fidan të dyshuar narkotik kanabis sativa. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë në parcel u kapën në flagrancë duke u gjitur fidanët narkotik shtetasit AS 53 vjeç, banues në Greshic dhe ESH 34 vjeç, banues në Cërill, të cilët u arrestuan për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht kryeplaku i fshatit, shtetasi IS 63 vjeç për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Gjithashtu në vijim të veprimeve hetimore nisi procedimi penal edhe për shtetasin MZ 44 vjeç banues në Ballsh, ku gjatë kontrollit të banesës, këtij shtetasi u gjetën një armë sportive, 12.400 euro, 400 pound dhe rreth 900.000 lekë të reja, të cilat dyshohen se ishin në funksion të kësaj veprimtarie kriminale. Fidanët narkotik u azgjesuan me anë të djegjes. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.